Ju në gjatë jetë uroj të jeni mirë. Një zhvillim i madh ka ndodhur në Kinë. Është tronditur komplet Kina, bashkë me Kinën është tronditur dhe rajoni sigurisht, por edhe fuqitë e mëdha të tjera në botë, pasi gati kemi të bëjmë me një grusht të heshtur shteti brenda në Pekin. Rrëzohet krahu i djathtë i Xi Jinping, njëri nga liderët ushtarak më të lartë. Shang Yu-shi dhe Liu Xinli janë dy personazhet protagonistë të kësaj analize të shkurtër që do të bëjmë sot për atë që është duke ndodhur në Kinë në kuadër të përpjekjeve tona për të sqaruar shqiptarët për gjithçka është duke ndodhur në përbot me ritme të shpejta, dinamika të cilat pa asnjë diskutim do të kenë ndikim në përballjen e madhe ndërmjet dragojit kinez dhe amerikanëve dhe përjedhoj edhe për rendin e ri botëror dhe riformatimin e këtyre ekuilibrave që po ndodhin me shpejtësi të madhe. Çfarë po ndodh në Kinë? Një kolaps i madh i cili duket qartë se e ka tronditur Kinën. Sekretet ushtarake bërthamore kineze kanë rënë në duar të amerikanëve dhe Shang Yu-shi, që është njëri nga njerëzit më të fortë në Kinë pas liderit kinez, kanë qenë shok fëmijërie me liderin kinez Xi Jinping, pasi kanë patur edhe baballarët e tyre miq themeluesit e Partisë Komuniste Kineze. Por ajo që duket qartë, ajo që po sheh me shumë kujdes dhe po analizon me shumë kujdes ekspertiza botërore, është se prej vitit 1949, kur është themeluar Kina, pra e deri më sot nuk ka ndodhur kurrë më parë një përplasje kaq e fortë apo një infiltrim kaq i fortë i shërbimeve amerikane në Kinë. Duket qartë që jemi në kuadër të kësaj përplasje të madhe, pra, dhe duhet ta kuptojmë me kujdes çfarë është duke ndodhur. A është një tërmet brenda Partisë Komuniste Kineze dhe një tentativë për të marrë çelësat e kalas bërthamore kineze në një moment në cilin Amerika po përgatitet për përballjen e madhe me Kinën, apo kemi të bëjmë me një kundër grusht shtetja apo me një kundër përgjigje të Xi Jinping për të spastruar dhe për të fshirë nga themelet radhët e ushtrisë përpara se të shkojmë në përballjen e madhe me Amerikën, përballje për cilën edhe kinezët janë të vetëdijshëm se do të ndodhë. Kjo ka ndodhur sigurisht me Stalinin, e ka bërë edhe Stalini aso kohë me ushtrinë e kuqe, fushata e jashtëzakonshme që ndërmori për të pastruar radhët e saj. Kjo strategji u ndoq edhe nga Turqia pas grushtit të shtetit që provokoi grupi Gülen brenda në Turqi në vitin 2016, pra pas 2016, kur nisi tentativa Erdoganit për t'i futur fshesën të gjithë historisë dhe njerëzve të infiltruar nga jashtë, dhe të njëjtën gjë ka bërë edhe Putini me njëherë pas zhvillimeve me Wagnerin e famshëm dhe personazhin i cili ra me gjithë avion, pastaj lideri i Wagnerit. Baballarët e Xi Jinping dhe të Shang Yu-shi ishin miq prej fëmijërisë së tyre dhe duket qartë që Shang Yu-shi, njeriu i cili është parë në korridoret drejt paka të Ministrisë së Mbrojtjes duke bërë shëtitjen dhe xhiron e tij të fundit me një dosje bojëroz në dorë dhe i veshur me rrobat e gjelbërta të errta, sigurisht në marshimin e tij të fundit përpara se të shkojë drejt humnerë politike, e cila i pret të gjithë tradhtarët e Partisë Komuniste Kineze, aq më pak të sekreteve bërthamore të ushtrisë. A jemi në një tentativë për grushteti, është folur se në 18 janar ka patur një tentativë për grushteti ndaj presidentit Xi Jinping, ku ushtria ka çuar njerëz për të arrestuar liderin Xi Jinping, por flitet gjithmonë jemi në nivel jo analize, jemi në nivel të dhënash jo të konfirmuara se ka patur një përplasje ndërmjet njerëzve të Xi Jinping dhe njerëzve të ushtrisë, derisa u morën masat për ta parandaluar
grushtin e shtetit apo rrëzimin e liderit Xi Jinping. Ka patur vazhdimisht tentativa brenda Partisë Komuniste Kineze për pastrim radhësh, për spastrim radhës, apo edhe për grusht e shteti brenda kupolës, por ajo që dihet qartë tashmë është se generali i famshëm kinez tashmë në duart e Partisë Komuniste Kineze për të marrë shpërblimin e tij, ka dorëzuar me sa duket çelësat e kalas bërthamore tek hasmi më i madh i Kinës, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi në një moment të rrafshimit të plot të liderit të ushtrisë prej 42 oficerëve të lartë ushtarak që i ka emëruar lideri Xi Jinping në krye të Komisionit Qendror të Ushtrisë. 29 antar tashmë janë goditur. Pra në 2022 u emëruan 42 oficerët më të lartë, të cilët mbanin apo ishin garda e ushtrisë popullore të Kinës. 29 antar të këtij Komisionit të lartë ushtarak, zhduket dhe ato janë emëruar në vitin 2022, tashmë 29 prej tyre, që është 2/3 e numrit të tërësor të antarëve. Kjo tregon se kemi të bëjmë me një super spastrim. Dhe kjo mund të jetë thik me dy presa. Një, mund të tregoj është një strategji e Kinës pra për t'i treguar amerikanëve fuqinë. Është një strategji që quhet tregimi i fuqisë nëpërmjet dobësisë. Si tregohet fuqia nëpërmjet dobësisë? Jemi në një taktik kineze e cila mund të ketë ndodhur ose për arsye të hesapeve që ka lideri Xi Jinping me kundërshtarët e tij të brendshëm dhe me pasuesin e tij më të mundshëm, që ishte personi në fjalë, një personazh i niveleve të larta, por që sipas kinezëve ai është i akuzuar për marrjen e rishfeteve, problem që ka pasur gjithmonë ushtria kineze, pasi nëpërmjet pagesave dhe rishfeteve të ndryshme ti mund të ngrihesh në grad dhe mund të merrje gradet e larta ushtarake, pak më ndryshe këtu nga ne, ku lloj idioti i merr gradet vetëm sepse ka lidhje me politikën. Pak a shumë e njëjta mendësi është edhe tek të gjithë qarqet komuniste. Presidenti kinez ka dashur të thotë amerikanëve se ne jemi të informuar për infiltrimet tuaja, jemi të informuar për planet tuaja, jemi të mirë përgatitur për gjitha infiltrimet që shërbimet amerikane apo shërbimet të tjera perëndimore mund të kenë bërë në nivelet më të larta të Kinës. Ndaj, pranimi i kësaj dobësie në Kinë sot e kanë pranuar zyrtarisht që ushtria kineze është e infiltruar dhe që sekretet bërthamore kineze janë të infiltruar dhe kanë shkuar në duart amerikanëve. Dhe kjo krisje e madhe tashmë pothuajse ka paralizuar të paktën për momentin ushtrinë më të madhe në botë pas Amerikës, e cila synonte të krijonte rivalitetin përpara ndarjes së llokmave të mëdha të botës. Ka paralizuar kjo krizë dhe kjo krisje e madhe të gjithë leadershipin ushtarak kinez, dhe ky është një sinjal domethënës. Pra edhe në momentin kur amerikanët tregojnë se nuk e kanë mendjen, ta kanë futur ujin aq thellë sa që ti nuk e imagjinon dot. Kina nga ana tjetër është në dy skema, duke luajtur në skemën e pranimit të dobësisë dhe e pranimit të infiltrimit, çfarë i tregon Amerikës që të gjitha planet që keni bërë brenda Kinës deri më sot duhet ju rishikoni nga e para, sepse siç u informuam për tradhtarët në fjalë që janë ndaluar tashmë, ashtu jemi edhe të infiltruar, të njoftuar edhe për infiltrimet e tjera të CIA-s apo të shërbimeve amerikane, pra për planet e tjera që mund të kenë atje. Analistët ushtarak tregojnë se lideri kinez Xi Jinping në këtë moment kaq decisiv në cilin po kalon bota dhe ku po kalon përplasja dhe ndarja e zonave të influencës ndërmjet hemisferës perëndimore dhe asaj lindore, presidenti apo lideri Xi Jinping ka nevojë minimalisht
për 4-5 vite që të meremetoj, apo të restauroj, apo të ristrukturoj arkitekturën e sigurisë së ushtrisë, të shërbimeve inteligjente, të sistemit të tyre bërthamor, e cila duhet realizuar me çdo çmim dhe me çdo kusht, sepse jemi në momente jashtëzakonisht delikate. Momente delikate të cilat për të cilat janë të vetëdijshëm edhe amerikanët edhe kinezët. Por një palë tjetër e ekspertëve mendojnë se jo, përkundrazi, Kina është sot më e fortë dhe mund të jetë jo më e dobët, por mundet pas këtij skandali, pas këtij tmerrit të madh dhe pas këtij infiltrimi të tmerrshëm në majën, në kupolën e ushtrisë së saj dhe të kalaja e sekreteve të saj bërthamore, do ta bëj Kinën akoma më agresive se çka ka qenë deri tani. Dhe nuk është e vërtetë që presidenti kinez ka nevojë për 4-5 vite. Është e qartë që ajo që ka ndodhur nuk është e lehtë sigurisht, është e qartë që në qoftë se Amerika ka dalë tashmë, është infiltruar tek maja e sekreteve bërthamore kineze, imagjinoni ju se ku ka mbritur në pjesën që nuk duket. Kjo është ajo që duket. Kjo është ajo që është zbuluar. Pra imagjinoni të dashur miq se çfarë është duke ndodhur në pjesën ende të pazbuluar. A u jep kjo qetësi amerikanëve apo u rrit atyre tensionin për reagimin e Kinës? Në fakt, skifterët e ushtrisë së Tajvanit janë ata të cilët po e ndjekin situatën me shumë kujdes. Krye komandanti i forcave të armatosura të Tajvanit ka dalë me deklaratë se po e ndjekim me kujdes atë që po ndodh tek brendësia e ushtrisë popullore kineze dhe jemi duke i ndjekur me kujdes plagët që ka marrë përbindshi dhe dragoi kinez. Në fakt, ky është një mesazh i tërthort të cilin amerikanët ja dërgojnë aleatëve të tyre, të cilët kanë qenë pjesë dhe janë pjesë e rrethimit të Kinës dhe e sigurisë së kombëtare të Amerikës në atë pjesë të botës që janë aleatët e mëdhej të Amerikës, Filipinet, Japonia dhe vende të tjera, duke u treguar mesazh aleatëve që të qëndrojnë fort pranë Amerikës në këtë moment kur një pjesë e madhe e aleatëve të mëdhej të Amerikës po zhvendosen drejt Pekinit, ashtu siç kemi parë apo siç mund ta analizojmë në orët në vijim, në minutat në vijim, kryeministri britanik për herë të parë, një kryeministër britanik pas vitit 2018 ka zbarkuar në Pekin dhe ka përcjell mesazhe të forta dhe kur flasim për Anglinë, për Britaninë e Madhe, kemi folur për Inglizin. Ju e dini se shton pleq tan për Inglizin. Inglizi ka qenë truri i Amerikës, ka qenë si themi kolona e vertebrale e qytetërimit dhe e pushtetit anglo-sakson, qoftë në kontrollin e oqeaneve, qoftë në kontrollin ekonomik të planetit, pasi britanikët vetëm para 80 viteve apo 100 viteve ja dorëzuan stafetën amerikanëve deri aso kohë ishin ata mbretërit e tokës dhe të qiellit dhe të oqeaneve ishin britanikët, të cilët sunduan botën, sunduan ujërat, sunduan detet me kompanitë e tyre, me qendrat financiare më madhe në botë. Ka qenë Londra bashkë me kompanitë e inshurancës të sigurimeve, nuk do merremi me këtë pjesë. Duket qartë që pikërisht në këtë moment Amerika i jep një mesazh qetësie aleatëve të saj, japonezëve, filipinasve, Koreas Jugut, të cilët po rrethojnë Kinën bashkë me Tajvanin, u jep një mesazh qetësie atyre duke u treguar se shikoni, jemi në kushtet kur ne po punojmë edhe brenda Kinës dhe kur kemi mbritur ke sekretet nukleare, imagjinoni ku mund kemi mbritur brenda. Kjo është struktura e Partisë Komuniste Kineze, e cila duket qartë që është edhe ajo, pavarësisht të gjithë forcës që reflekton në botë, të gjithë ngritjes së madhe të padiskutueshme të Kinës,
vazhdon krimbi i korrupsionit dhe imoralitetit që buron nga dogma, që është komunizmi. Komunizmi është gjëja më e ndyrë që i ka ndodhur historisë planetit. Komunizmi është ideologjia më e ndyrë që i ka ndodhur racës njerëzore. Kjo është pikpamja ime. Por lloji dhe forma e komunizmit në Kinë, e cila ishte një mix ndërmjet konfucizmit dhe ndërmjet komunizmit, bëri që të ishte një model paksa më i moderuar, i cili ishte një miksim apo një mishel e kapitalizmit me socializmin apo e kapitalizmit me komunizmin, por në vetvete i papërfshirë dhe i paprekur dhe i pabashkuar me konfucizmin dhe me kulturën e qetësisë aziatike, me kulturën e lashtë të paqes. Kinezët nuk kanë bërë ndonjëherë luftë pushtuese për hir të vërtetës dhe nuk kanë bërë asnjëherë luftra pushtuese. Kanë atë botën e vet, kanë besimet e veta, kanë ato bindjet e veta, dhe bashkimi i kësaj kulture me ideologjinë vrastare të komunizmit hyri dhe e kalbi nga brenda sistem i cili vuan edhe vetë Partia Komuniste Kineze me gjithë dorën e ashpër dhe të rrept të sistemit komunist që godet me tradhti, me vrasje, me ekzekutim, me zhdukje nga faqja e dhëut të çdo kujt që tradhton. E megjithatë, korrupsioni vazhdon të jetë në nivelet më të larta. Kjo nuk do të thotë që në perëndimin kapitalist nuk ka korrupsion. Ka edhe atje hajdutër nga më të frikshmit. Ka edhe atje të krimbur në korrupsion. Rasti më i fundit ishte ky shoku i Edi Ramës, i cili i paguaj nga taksat amerikane. Charles McGonigal ishte një spiun i Agjencisë Zbulimit Amerikan që paguaj nga Amerika me flori për të ruajtur Amerikën dhe merrej me laviret e sektit të rilindjes dhe me atë kuksianin që bënte seks oral në përzyra dhe hante pinte mish e verë duke net me putanat e Tiranës këtu dhe duke bërë trafik të interesave amerikane të konglomerati kinez i Duçkës, që ishte njëri i përgjegjës për konglomeratin kinez, prap dhe njëkohësisht mbante kartë vizitën e këshilltarit të Edi Ramës. Komunizmi pra është një ndyrësi e madhe. Fatkeqësisht ne shqiptarët e kemi provu në kurrizin tonë, në lëkurën tonë. Komunizmi është gjëja më e ndyrë që mund t'i ndodhë, është fati më i zi që mund t'i ndodhë një populli, e shkatëron atë popull, e degeneron, e masakron, e le pa Zot, pa adhe, pa fe, pa din, pa iman, pa nder, pa cip, pa asnjë lloj gjëje. Kjo nuk do të thotë që ne u bëm të gjithë të tillë, por një pjesë e madhe edhe e popullit ton u ndikua për 50 vjet nga ideologjia më zombi që ka patur kjo historia e planetit dhe ndikon tek morali, dhe këto janë patronazhistët. Ju i shihni, nuk ka krijesa më të ndyra, nuk ka krijesa më të pista, nuk ka krijesa më imorale, nuk ka krijesa më të degeneruara. Janë të gatshëm të therin kombin e vet, të shërbejnë një sistemi anti-shqiptar si ai i rilindjes vetëm për 500.000 lekë, vetëm për 700.000 lekë, vetëm për 1 milion lekë. Janë ndyrësira të lindura, janë krijesa të pista, vetëm që të bëjnë seks, që të kenë dashnore. Ka ardhur nga maja, nga katundi më i thellë i Shqipërisë, ka ardhur mes bllokut. Shëtit, shef goca të bukura, parfum erë të mirë, vizita shëtitje jashtë shtetit nëpër Milano, nëpër Venecia, me pare, hanë karkaleca, hanë mish, bëjnë seks, bëjnë jetë bukur, hipin veturat bukura me Range Rover, qenë birë, qeni 7 brezash, nuk ka as nder, as cip, as nuk bëm pyetjen, ky është kombi im, ky është adheu im, ky është Shqipnia jon, ky është populli jon, si mund t'ja bëjmë me hile? Ky është komunizmi. Komunizmi është pislëku më i madh që i ka ndodhur kësaj bote. Ndaj, unë uroj dhe shpresoj që populli i lashtë kinez me kulturën e tij të madhe çlirohet një ditë nga ky kancer i madh. Komunizmi është gjëja më e ndyrë që i ka ndodhur njerëzimit. Është fatkeqësia më e madhe që i ka ndodhur racës njerëzore. Shpresoj dhe uroj që njerëzimi bashkë me Kinën, bashkë me çdo cep tjetër të planetit të shpëtojnë nga kanceri i kuq,
që është shkatrimi më i madh i njerëzimit. I ka lërini qa flasin për ato parullat e tyre të bukra, barazia sociale, drejtat e njeriut, do hanë gjithë me luk floriri, i pat ju, shqiptarët i provut, roba doku, qenë birqeni me buk, me gazet, me vete, buk dzez me grosh, qenë birqeni, kush ngrete kokën, e çonte një internim, e çonte spaq, dhe i shkrinte jetën sa të ishe gjallë. Vleznit tanë Kosovë kanë nostalgji për komunizmin shumë, se kujtojnë se po shliroshin botën e këtu, sepse ishin të shtyp nga Jugoslavi dhe i kishin sytë në Tiranë. Por vllaznit nga Kosova rrishin në Gjermani, në Zvicër, bëjshin franga gjermane edhe franga zvicerane, bëjshin dhe vila edhe thëshin roft komunizmi. Por nuk e kanë provu vllaznia jonë Dardani se qa ishte komunizmi dhe qa ndërtoi Enver Hoxha këtu. Ndaj nuk na kuptojnë ata ne shpesh. Dhe ne nuk i kuptojmë ata shpesh. Sa atyre u dha Tito pasaporta, i tha hikni për Zvicër, hikni për Gjermani. Edhe ja futën ata Zvicër, Gjermani, Europë, Angli, Francë, Kanada, Amerikë, bëshin franka, bëshin euro, thëshin roftë Enver Hoxha. Enver Hoxhën po e përjetonim ne këtu. Dhe sot kemi ka 34 vjetë pasardhësit e Partisë Punës. PD, PS, të dy janë një të gjërë. Jo populli PD-s, populli është demokrat. Populli është i pastër, populli opozitar është kristal, por ne s'kemi pas këtu, sepse drejtojnë bitë atyre që drejtojnë për 45 vjetë. Kjo është situata në Kinë dhe duket qartë që ky zhvillim do të ndikojë strategjikisht tek e ardhmja e botës, a do të marrë veten dhe do t'i lëpi plagët shpejt dragoj kinez dhe do të hidhet në sulm kundër Amerikës, apo jo. Kjo mbetet për të parë, por dihet qartë që edhe në Kinë ka filluar, e mbani mend që ndodhi këtu, pati ju se çfarë ndodhi me Erion Velin. Nesti Agolli. Nesti i Kinës ka filluar larjen e sapeve. Prerje kokash kushdo që mundet të konkurrojë Xi Jinpingun. Sekretet bërthamore kanë mrit në Amerikë dhe bëjni vetë llogaritë se si mund të shkoj për plasjen. Do të jetë shumë interesante. Keir Starmer, alati më i madh i Amerikës, Britania kanë zbarkuar në Pekin, e majta europiane po zbarkon në Pekin, Ursula von der Leyen ka zbarkuar në Indi, të gjithë bashku kundër Amerikës për të shëmbur ligjin e xhunglës, që po vendos Donald Trump me skiftert e tij. Loja do të jetë interesante dhe ne do ta ndjekim hap pas hapi, minutë pas minute, duke hedhur dritë mbi ngjarjet në një mënyrë krejt tjetër, nga që përcjellin hajdutët dhe imoralet mediatik të Tiranës që i shërbejnë regjimit të satrapit. Edi Rama, antishqiptarit më të madh të gjitha kohërave. Të gjitha zhvillimet e tjera do t'i ndjekim bashkë, kaq për momentin. Pjesën tjetër ju e dini si gjithmonë, vijon në numër në ardhshëm.